Shikues nderuar, mirë se erdhët në emisionin Betimi për drejtësi. Sfidat me cilat përballet gjykata komerciale në Kosovë është tema me cilën sot do të merremi. Do të zhvilloj një intervistë me kryetarin e kësaj gjykate, zotëri Mahir Tutuli. Zoti Tutuli, mirë se erdhët. Mirë gjitha, ju falenderoj për mundësinë e dhënë me prezantu punën e gjykatës komerciale. Këtë periudhë prej konstituimit deri në kohën e sotme. Kryetar, po bën 4 vite që jeni në krye të gjykatës komerciale. A mundi më na thonë se cilat janë sukseset e kësaj gjykate? Siç e dini, gjykata komerciale është themeluar me ligjin për gjykatën komerciale, i cili ka hyrë fuqinë diku në prill të vitit 2022, mirë po për shkak të se nuk janë marrë masa paraprake për tu përgatit për themelimin e kësaj gjykate, që ndoshta është edhe natyrshme, sepse askush nuk e ka ditë nëse ligji do të aprovohet apo në cilën periudhë do të aprovohet. Nuk kemi mujt me fillu deri në gusht të vitit 2022 për shkak se është dashur me marrë disa masa paraprake me bë përgatitje. Kemi pas pungesa të hapësirave fillimisht, është bërë zgjidhje për Këshillit Gjyqësor që gjykata komerciale të vendoset në katin e 4 të gjykatës themelore, me shpresë që në të ardhmen do të rregullohet çështja e objektit të gjykatës komerciale si gjykatë e veçantë. Pastaj ka qenë procesi i bartjes së lëndëve nga gjitha gjykatat e Kosovës, gjykatat themelore, e të gjitha lëndëve të cilat bien në kompetencën e gjykatës komerciale. Ka filluar me procesin e regjistrimit lëndëve, bartjes lëndëve edhe në aspektin fizik, po edhe në bartjen e tyre në Smil, edhe në gusht të vitit 2022 kemi filluar me seancat e para apo me punët e para të gjykatës komerciale. Përkundër kësaj, konsideroj që gjykata ka treguar rezultate të lakmueshme, për shkak se performanca e gjykatës ndër vite ka qenë parafërsisht diku rreth 100% normës pastrimit të lëndëve, pavarësisht që kemi trashëguar lëndë të vjetra, lëndë shumë komplekse, cilat me vite janë trajtuar në për disa nivele të gjykatave, megjithatë falë angazhimit shumë të madh edhe motivit të madh të gjyqtarëve të kësaj gjykate, po ashtu edhe mbështetjes të madhe të administratës së gjykatës, janë arrit shifra apo rezultate të lakmueshme për gjykatën komerciale si gjykatë e re, e cila në hapat e parë të saj natyrisht është përballuar me sfida të mëdha, po megjithatë nuk kanë munguar rezultatet. I përmendet disa nga sfidat që i ka pas kjo gjykatë. A ka pasur thjesht në një farë forme edhe një farë lufte që gjykata mos ta ketë suksesin që është pritur, sepse ka pasur sfida për cilat në kushte normale nuk ishte dashur me bisedu? Nuk isha me thonë që është bërë diçka ndonjë pengesë qëllimshme, megjithatë procesi si proces është i komplikuar, i themelimit të gjykatës, fillimisht përmbushja e numrit të gjyqtarëve merr kohë për shkak se ka një procedurë të rekrutimit, të cilat zgjasin natyrisht për shkak afateve ligjore, zhvillimit të procedurave, edhe deri në kompletimin e numrit të gjyqtarëve të përcaktuar me ligj për këtë gjykatë, ka marrë një periudhë bukur gjatë, mund të them që vetëm këtë vit e kemi numrin e plot të gjyqtarëve që duhet t'i ketë kjo gjykatë. Vitin e parë kemi operuar gjithsej me 6 gjyqtarë në shkollën e parë dhe 6 gjyqtarë në shkollën e dytë, gjithsej 12. Pastaj gradualisht ka shku duke u rrit numri i këtyre gjyqtarëve dhe vetëm 2026 kemi arrit me pas 19 gjyqtarë në gjykatë komerciale, respektivisht 13 gjyqtarë në shkollën e parë dhe 6 gjyqtarë në shkollën e dytë. E njëjta situatë ka qenë edhe me stafin administrativ, bashkëpunëtorët, sepse gjitha ato kanë qenë procese jetë lehta, procese që kërkojnë procedura ligjore, afate ligjore, përgatitje paraprake, rekrutim të stafit, pastaj përgatitje të stafit për përmbushjen e detyrave të punës.
punës, sepse natyrisht do stafi i ri kërkon një kohë derisa ti mësoj detyrat e punës apo ti përvetsoj ato, dhe gjitha këto janë sfida me cilët është ballafaqur gjykata komerciale. Po ashtu problematike ka qenë dhe mbetet çështja e objektit të gjykatës, sepse jemi gjykatë e cila nuk ka objekt të veçantë, pavarësisht që është gjykatë e veçantë me kompetenca të gjëra në trajtimin e çështjeve komerciale deri me tani edhe administrative. Një problematik që na ka përcjell rrugës, pastaj që ndoshta e ka pengu edhe Këshillin gjyqësor që ti përshpejtoj procedurat e përmbushjes së nevojave për resurse të gjykatës komerciale ka qenë e paqartësia lidhur me formimin e gjykatës administrative. Sepse që 2-3 vite ka fillu procedura e themelimit të gjykatës administrative për shkak lëvizjeve që kanë qenë në qeveri, me zgjedhje, ndryshime në qeveri, pastaj tërgimi i ligjit për gjykatë komerciale në gjykatën kushtetuese. Gjitha këto kanë kriju paqartësi nëse do të krijohet gjykata administrative apo kur do të krijohet kjo gjykatë. Edhe kjo ja ka bërë të pamundur Këshillit që të vendosë për numrin e saktë të gjyqtarëve dhe stafit që i duhet kësaj gjykate, sepse e dini që me themelimin e gjykatës administrative një pjesë e landëve të kësaj gjykate bartën në gjykatën administrative, prandaj edhe Këshilli ka qenë në një proces kur ka prit që epilogun lidhur me gjykatën administrative për ta përcaktuar pastaj numrin e saktë të resurseve që i nevojiten gjykatës komerciale. Do të flasim për këtë gjykatë e cila tani më pritet që të funksionalizohet, pra për gjykatën administrative. Duke i pas parasysh gjitha këto sfida dhe rezultatet e punës që i ka sot gjykata komerciale, a ja ka vlejt që ta krijojmë këtë gjykatë të veçantë? Natyrisht, sipas pikpamjeve të mia, gjykata komerciale ka qenë e domosdoshme, edhe është një prej elementeve më të mira që i ka sistemi gjyqësor, sepse e dim që si shtet i ri që kemi nevojë madhe për investimet të huaja dhe zhvillim ekonomik. Vetë simbolika e formimit të një gjykate veçante, e cila i trajton çështjet ekonomike apo çështjet e bizneseve, me theks veçantë çështjet e investitorëve të huaj, ka një mesazh që Kosova ka kriju një siguri juridike dhe ka kriju një ambient të volitshëm për investitorët e huaj. Kryetar, çush e vlerësoni aktualisht gjendjen e gjykatës komerciale në aspektin e ngarkesës me lëndë dhe të punës në përgjithësi? Gjykata komerciale në themelimin e saj ka qenë, mund të them që ka qenë mbi ngarkuar me lëndë, jo vetëm për nga vëllimi i lëndëve, po edhe për nga kompleksiteti i lëndëve, sepse kemi pranuar mbi 10.000 lëndë nga gjykata tjera. Një pjesë e madhe e tyre kanë qenë lëndë të vjetra, cilat janë trajtuar 2-3 herë në disa nivele gjyqësore, lëndë shpesh me elemente të huaja, që vetë procedura është më e komplikuar dhe zgjatet më tepër për më mujt me përfundu atë lëndë, për shkak se palët gjenden jashtë Kosovës dhe procedurat e ftesave për seanca dhe komunikimit me to shkon përmes ndihmës juridike ndërkombëtare dhe natyrisht ato marrin kohë më të gjatë për me trajtu atë lëndë dhe me marrë epilog përfundimtar. Megjithatë, po them përkundër faktit që kemi pas numër shumë të madh të lëndëve, fillim tepër të madh, megjithatë gjykata komerciale ka arrit ta ketë normën e spastrimit pothuajse aty te diku 100%, 97-98, pavarësisht mungesës resurseve edhe numrit madh të lëndëve. Megjithatë, me kalimin e kohës ka shku gjendja duke u përmirësuar, sepse është rekrutuar edhe staf administrativ, edhe bashkëpunëtor profesional, po edhe numri i gjyqtarëve është arrit. Në këtë periudhë sfida e veçantë ka qenë lëvizja e gjyqtarëve dhe stafit administrativ, sepse e dini që Kosova në 2-3 vitet e fundit ka qenë në një periudhë kur kanë hyrë në sistem një numër shumë i madh i gjyqtarëve të ri, cilët kryesisht janë nga bashkëpunëtorët aktual të gjykatave. Pothuajse çdo cikël disa prej bashkëpunëtorëve
kanë kalu gjyqtarë dhe kanë met pozitat të tyre vakante. Po ashtu lëvizjet e gjyqtarëve nga niveli i shkollës parë, në dhomat e shkollës dytë, prej dhomave të shkollës dytë në gjykatën supreme, kanë shkaktuar problemet veta, sepse për secilin pozit që është dashur me zaventsu gjyqtarin, e ka marrë procedurën e kohën e vetë, dhe kjo natyrisht ka pas efekt drejt për drejt edhe në performancën e gjykatës si tërësi. Megjithatë, tash mund konstatoj që numri i gjyqtarëve është i mjaftueshëm për këtë gjykatë, sepse është plotësuar numri prej i kërkuar me ligj, numri minimal i kërkuar me ligj, dhe me kalimin e lëndëve administrative në gjykatën e re administrative, numri i lëndëve në gjykatën komerciale do të zoglohet për rreth 4.000 lëndë, dhe do të kemi afërsisht diku rreth 6.000 lëndë, cilat do të trajtohen nga gjykata komerciale. Me numrin aktual të lëndëve dhe me numrin aktual të gjyqtarëve, konsideroj që për një periudhë shumë shkurt do ta bijem gjykatën në një nivel ku përmbushen standardet e SEPEZ-it për trajtimin e lëndëve brenda 2 viteve nga data e pranimit të lëndës në gjykatë. Pra kjo çështja e vonesës, zgjidhjes së rasteve, është një farë fenomeni në krejt gjykatat, në krejt natyrat e lëndëve. Edhe në gjykatën komerciale, sot për sot vazhdon që të jetë problem. Sa është mesatarja e zgjidhjes lëndëve në gjykatë komerciale? Në gjykatë komerciale ka disa kategori të lëndëve. Meqense kemi 4 departamente, edhe natyrisht duhonis për natyrës së lëndëve dhe ngarkesës së secilit departament ndryshon edhe kozgjatja. Për shembull, në departamentin e përgjithshëm, ku gjyqtarët kanë qenë, gjyqtari i caktuar në lëndë ka pas diku 5-60 raste, gjitha natyrisht që lëndë janë trajtuar brenda një kohë shumë të shkurtë. Por në departamentin ekonomik, ku gjyqtarët kanë qenë deri tash të ngarkuar me 1.200-1.300 lëndë, ka qenë pamundur që të arrihen standardet dhe të trajtohen lëndë, aq më tepër që strategjia e Këshillit Gjyqësor ka qenë që prioritet kanë lëndët të cilat e në rigjykim. Gjyqtarët e departamentit për çështje ekonomike kanë qenë të ngarkuar secili prej tyre me të paktën 150 deri 200 lëndë të asaj natyre. Lëndë që kanë qenë në rigjykim. Edhe lëndët e reja në departamentin ekonomik, përjashto rastet e lëndëve që ligji ju e prioritet, siç janë pronësia intelektuale, çështjet e arbitrazhit, falimentimit, gjitha lëndë tjera pothuajse janë të paprekura për shkak të strategjisë e cila i obligon gjyqtarë që të shfrytojnë lëndë të cilat janë në rigjykim, lëndë të cilat janë të vjetra. Kene parasysh, ne kur kemi fillu këtu, kemi pranuar edhe lëndë më të vjetra se 10 vite nga gjykata tjera. Kjo nuk do të thotë që gjitha lëndët kanë qenë pasojë e mos trajtimit fare nga gjykatat themelore, po për shkak të trajtimit në disa nivele dhe prishjes së tyre ndoshta nga gjykata supreme e kanë marrë kohën e vet dhe në rigjykim janë kthy lëndë të cilat e kanë kaluar në procedura gjyqësore më tepër se 10 vite. Flasim pak për kapacitetet për cilat folët deri tash. Keni pas vështirësi për të bërë rekrutimin e numrit të mjaftueshëm të gjyqtarëve. Në fakt, duke i pa gjithë këto ngarkesa me lëndë, sa është numri i gjyqtarëve që duhet i ketë gjykata komerciale dhe sa është numri i bashkëpunëtorëve dhe stafit administrativ që i nevojitet? Po aktualisht konsideroj që numri aktual i gjyqtarëve, duke pas parasysh që lëndët administrative dhe fiskale do të bartën në gjykatën e re administrative, konsideroj që është numër i mjaftueshëm i gjyqtarëve në gjykatë komerciale, duke pas parasysh vëllimin aktual të lëndëve edhe trendin e ardhjes së lëndëve. Konsiderojmë që me këtë numër të gjyqtarëve dukshëm do ta reduktojmë numrin e lëndëve në gjykatë komerciale edhe po ashtu do ta reduktojmë kozgjatjen e procedurës në gjykatë. Kryetar Instituti i Kosovës për Drejtësi në vazhdimsi në bazë të monitorimit dhe analizimit të rasteve gjyqësore, edhe në gjykatën komerciale, ka vërejtur që ka probleme, sikurse në gjitha fushat e tjera, me cilësinë e arsyetimit të vendimeve, diçka që kritikohet vazhdimisht.
Çka është duke u bërë që të ketë një cilësi sa më të mirë të arsyetimit të vendimeve? Paraprakisht, ju e dini që çështja e arsyetimit të vendimeve është kompetencë ekskluzive e gjyqtarëve dhe na drejtim duhet pas kujdes të shtuar që mos të interpretohet kërkesa për ngritjen e cilësisë si ndonjë presion ndaj gjyqtarëve në vendimarrjen e tyre. Megjithatë, po të them ndoshta për shkak të kërkesës madhe me lëndë, edhe presionit për të arritur rezultate sa më të larta, ka ndoshta edhe raste kur arsyetimet nuk i përmbushin pritshmëritë e para. Megjithatë, konsideroj që gjykata komerciale në raport me gjykata tjera ka arsyetime më të detajuara, arsyetime më të gjëra, më konkrete, ndoshta për shkak edhe të vetë natyrës së lëndës, të cilat janë shumë më komplekse, kanë shumë më tepër elemente që duhet mu trajtu prej gjykatës, dhe kjo në një forme ja imponon gjyqtarëve që t'japin arsyetime për gjitha ato pika apo pretendime të palëve. Megjithatë, gjithmonë ka hapësirë për përmirësimin e tyre, sidomos duke pas parasysh që gjykata komerciale një pjesë madhe të palëve i ka kompani të cilat nuk janë vendore, edhe në një farë forme puna e gjykatës komerciale ose aktgjykimet e gjykatës komerciale prezantojnë vetë nivelin e gjyqësorit në botën e jashtme, tek investitor të huaj, natyrisht duhet me pas kujdes shtuar dhe aktgjykimet duhet jenë shumë më cilësore për me kriju një bindje që niveli i gjyqësorit në Kosovë është kompatibil me kërkesat edhe investitorëve të huaj, po edhe në nivel me gjykatat e vendeve të regionit dhe gjykatat e vendeve të Bashkimit Evropian. Kryetar, palët që vinë në gjykat, dikush duhet me fitu, dikush duhet me hup. Dhe natyrisht që këtë rast paknatësit janë pothuajse të pashmangshme. Flitet shumë për korrupsionin, flitet shumë për prezencën e korrupsionit në sistemin e drejtësisë, konkretisht edhe në sistemin gjyqësor të Kosovës. Në këtë rast nuk është imune as kritika për gjykatën e apelit. A ka pasur raste të tilla kur ka pasur edhe denoncime për raste të korrupsionit në gjykatën komerciale? Për rreth 4 vite sa jam gjyqtar, pavarësisht palët kanë shpreh pakënaqësi të formave të ndryshme, ende deri sot nuk ka pas rast që dikush prej palëve ka pretenduar që ka pasur elemente të korrupsionit. Pakënaqësitë e palëve janë pritshme, për shkak se 50% e palëve e humbin rastin dhe natyrisht pakënaqësia shprehet në forma të ndryshme. Megjithatë, po them në gjykatën komerciale deri tash nuk ka pas ndonjë palë që më është drejtuar me ndonjë parashtres apo në ndonjë formë tjetër me pretendimin që ka ndonjë rast korrupsionit. Një rast vetëm e kemi pas kur një avokate ka pretenduar që dikush prej administratës ka kushtuar një farë forme marrjen e aktgjykimit, edhe pse nuk ishte fort konkrete, ka pretenduar që ka elemente të korrupsionit. Njëtës ja kam marrë deklaratën dhe kam paraqit rastin në prokurori, pas zhvillimit e tij nga prokuroria është tërheq nga deklarata me arsyetimin se i ka pas informacionet e pasakta, ka qenë informuar, pra mes percepcionit edhe realitetit e dini që ka një disproporcion shumë të madh. Prandaj, po them, pretendime të vazhdueshme ka, po janë të natyrës së pakënaqësive për mos fitim të rastit, po në asnjë rast nuk ka ndonjë element që mundet me ofru dikush me cilin do të argumentohej qoftë edhe një paanshmëri e gjyqtarëve, e mos flasim për elemente të korrupsionit. Për te korrupsionit është edhe një sferë tjetër që vazhdimisht gjyqësori kritikohet në çështja e ndikimeve politike në rastet gjyqësore. A ka pasur tendenca, a ka tendenca që politika të jetë prezente këtu në rastet se si funksionon gjykata komerciale, se si vendosen rastet? Ndërhyrja ose presion politik
nuk e duron vetë natyra e gjyqësorit me Çdo pas doj. ose janë të papranueshme. A ka presione ndryshme që një farë forme i nënshtrohet, jo veç kjo gjykat, për çdo gjyqtar, janë format e presionit mediatik, shpesh me bazë, sepse kemi nevojë mu kritiku edhe na, si çdo institucion tjetër, kemi nevojë për përmirësime, sidomos kritikat që bën në drejtim të kozgjatjes procedurës, pavarësisht nuk është me fajin tonë, sepse jemi të limituar në resurse, megjithatë, përpalët është pakënaqësia plotësisht e drejtë dhe pa bazuar, sepse nuk është problemi i palëve nëse na arrimimi përmbush resurset e mjaftueshme. Megjithatë, shpesh shohim nëpër mediume edhe kritika të natyrës materiale, ku pretendojnë që gjykata është dashur me marrë një vendim tjetër prej atij që është ndërmarrë. Ajo, sipas pikpamjes time, është e padrejtë edhe është një formë e presionit papranueshëm ndaj gjyqtarëve. Sepse e dim gjithë që me kushtetut gjyqtari i ka drejtën e plot edhe imunitetin që të vendos sipas bindjes tij të lirë, natyrisht ku bazuar në ligj edhe në fakte. Mirë, po çdo formë interpretimi të vendimeve gjyqësore, të vlerësimit të gjyqtarëve, të fakteve dhe gjendjes faktike, nuk ndikon pozitivisht në përmirësimin e gjyqësorit, përkundrazi konsideroj që ka kundër efekt në pavarësinë e vetë gjyqtarëve dhe gjykatës si tërësi. Kryetar, cili është raporti i gjykatës komerciale në raport me mediat, në kuptim të transparencës? Gjykata komerciale prej ditës parë ka qenë e hapur, ju e dini që ne kemi punu ngusht, pothuajse në baza ditore me programin e USAID-it për drejtësi komerciale, edhe bashkëpunim me ta kemi organizuar shumë evente, jo vetëm me mediat, po edhe me grupet e caktuara të interesit, përfshirë shoqatat e ndryshme të bizneseve, odat ekonomike, ku kanë marrë pjesë vazhdimisht gazetarët, dhe jemi përpjekë që në mënyrë maksimale të japim gjitha informacionet edhe të jemi sa më transparent. Gjithmonë jemi mundu me majtë një relacion të hapur edhe shumë bashkëpunues me mediat, po shihni në vitin 2023 jemi shpallë si gjykata më transparente në Republikën e Kosovës, sepse kemi qenë gjykatë shumë e re. Kjo ndërlidhet me publikimin e jo pothuajse, po pas një përjashtim gjitha vendimeve gjyqësore, dhënien e informacioneve të kërkuara nga të gjitha mediat, kur ata parashtrojnë kërkesa për informacione të cilat ju nevojiten për punën e tyre të përditshme, publikimi i seancave gjyqësore, gjitha seancat gjyqësore në gjykatën e shkallës parë, për gjitha lëndët të cilat caktohen, gjykata komerciale në faqen e saj i publikon gjitha këto seanca, pra kemi qenë gjithmonë të hapur për çdo lloj bashkëpunimi me media, përderisa janë në kornizat të bashkëpunimit edhe të interesit publikut për transparencë. Cilat janë 3 problemet kryesore, strukturore, me cilat përballet gjykata komerciale sot? Gjykata komerciale, spari du ta ketë një objekt të vetën, ku zhvillon e veprimtarinë brenda kushteve nevojshme për një gjykat. Ju e dini që gjykata tani kemi arrit kohëve të fundit me bën një sallë të gjykimit, po e kërkesa apo ish dasht që çdo seancë gjyqësore të bëhet në sallët e gjykimit e jo në zyrat e gjyqtarëve, të cilat janë shumë të vogla, nuk kanë hapësira, edhe humbin edhe atë elementin formal të mbajtjes së gjykimit. Prandaj nevoja për një objekt është nevojë imediate, më thënë, për gjykatën komerciale, aq më tepër duke pas parasysh edhe strukturën e palëve që frekuentojnë gjykatën komerciale. Tu ta kemi parasysh që në gjykatë komerciale shpesh kontestet zhvillohen
me kompanit ma prestigjioze të botës. Edhe do duhet të ishte një gjykatë e tillë që krijonte një përshtypje që sistemi gjyqësor në Kosovë ka nivel të lartë edhe ata mundën me u mbështet këtë sistem gjyqësor i cili ju krijon një farë sigurie juridike. Çështja tjetër është çështja e kompletimit të stafit, ende nuk kemi, për shkak lëvizjeve të mëdha, nuk e kemi të kompletuar stafin, mirë po vitin e fundit, krahasim me vite tjera, është situatë shumë e mirë, ka disa hapësira të vogla ku duhet, ose disa mungesa të vogla të stafit. Megjithatë, po konsideroj që ato shpejt do të përmbushen për shkak të lëvizjeve që janë bë, në lëvizjet e stafit, kemi disa pozita vakante, megjithatë nuk është ndonjë problem të madh aty për me i plotësu këto vendet. Po ashtu problem në vete është, ose problemi më i madh në raport me palët edhe me publikun është numri i landëve. Në momentin kur pala i zgjatët 2-3 vite e landa, shpesh ka mu kriju përshtypja që landa nuk po caktohet për një arsye apo për tjetrën, se gjyqtari po e bën me qëllim atë, sepse realisht nuk i din problematikat me cilat ballafaqohet gjykata edhe nuk do duhet i dinin palët. Interesi i palës është të trajtohet çështja e tyre në kohë sa më shpejt mundur, edhe realisht interesi i sistemit gjyqësor është, ose obligimi i sistemit gjyqësor është që t'ju jepet vendimi brenda një kohe të arsyeshme. Kryetar, taksat gjyqësore janë ngritur sfundi dhe kanë ngritur edhe një debat në publik në lidhje me kostën të cilën tani duhet ta paguajnë edhe qytetarët, por edhe bizneset. Mas shumë të kjo i ka prek rastet që trajtohen nga gjykata komerciale. Çu keni pa këtë ndryshim? Nuk mund të kem opinion të prerën këtë drejtim. Është e vërtet që rritja e taksës ngarkon bizneset. Megjithatë, kur bëhet fjalë për biznese, nuk konsideroj që taksa është ndonjë çështje që i pengon bizneset të paraqesin rastet e tyre. Po e marr një shembull të thjeshtë. Në shumë prej palëve shkojnë edhe në procedura të arbitrazhit. Taksat atje për trajtimin e rastit janë shumë më të mëdha se në gjykatat e rregullta. Po megjithatë, për bizneset nuk e shoh problematike nivelin e taksës, po shpejtësinë e trajtimit të lëndëve, sepse koha për bizneset është shumë më e çmueshme se përqindja e taksës që paguajnë për trajtimin e çështjeve të tyre. Në anën tjetër, taksat e lira shpesh kanë ndikuar që edhe në krijimin e backlogut pa nevojshëm, sepse kur keni taksë tepër të lirë, atëherë kjo ja u mundson palëve që shpesh të parashtrojnë 2-3 padi për tjetër çështje, kemi pasur raste të tilla, ose thjesht për çështje të inateve personale, ta padisin njëri tjetrin, dhe mos provojnë t'i përdorin metodat alternative për zgjidhjen e kontesteve. Prandaj, për përcaktuar nëse rritja e taksës është e duhur apo jo, do të një analizë më e thellë, cilën nuk mund ta jap unë si kryetari i gjykatës, sepse kjo është më tepër çështje e politikave qeveritare dhe politikave të Këshillit Gjyqësor, cilë duhet në grupe punuese të caktuara të marrin parasysh gjitha parametrat edhe të bëjnë gjitha analizat nëse ngritja e taksës është e duhur apo jo. Përmendet arbitrazhin, një kosto për cilën duhet paguajnë shumë më shumë bizneset për të vendosur çështje të caktuara. A ka probleme, ankesa në mënyrën se si vendoset në raste të caktuara në lidhje me mandatin që duhet ta ketë gjykata komerciale në trajtimin e këtyre rasteve? Ka drejt, s'ka drejt vendosni në një rast caktuar? Çështja e ankesave është proces kontinual që vazhdon gjithmonë, natyrisht ka ankesa gjithmonë prej palëve, prej avokatëve, edhe janë të mirëseardhura ankesat nëse mundën me na përmirësu. Te çështja e arbitrazhit nuk kemi pas probleme të theksuara, është një element që ende praktika është në konsolidim e sipër, çështja e kompetencave të arbitrazhit, sidomos në rastet kur kemi të bëjmë me palishmëri. Meqense ligji është bukur abstrakt, këtë çka i mbetet gjykatës është
ti referohet praktikave vendeve tjera në interpretimin e atyre dispozitave ligjore dhe të përcaktohet qartë apo të unifikohet praktika se çka mund të arbitrohet e çka ja. Kryesisht kontestet që paraqiten këtu, paraqiten paditë për anulimin e vendimit të arbitrazhit për shkak të jo kompetencës së arbitrazhit për të vendosur për këto çështje. Edhe numri më i madh i landëve në gjykatën komerciale kemi të kësaj natyre. Ka mos pajtime lidhur me çështjen e gjykatës në raport me vendimet e arbitrazhit, ka pas reagime edhe prej odave ekonomike pranë cilave janë të themeluara këto tribunale. Kemi pas takime edhe me përfaqësues të ambasadës amerikane që merren me sektorin e arbitrazhit, edhe të them drejtën nuk ka ndonjë pajtim ose ndonjë praktik të unifikuar deri më tani se apo nuk është krijuar ajo via e qartë ndarse mes asaj që mund të arbitrohet apo nuk mund të arbitrohet. Jemi duke punu me gjyqtarët me po praktikat e vendeve tjera edhe me unifiku praktikën gjyqësore të paktën palët me pas të qartë se çka mundet me shku në arbitrazh edhe me arbitru e çka duhet domosdoshmërisht të referohet në gjykata të rregull. Kryetar, ndër këto vite që jeni në krye të kësaj gjykate, a keni pasur mbështetjen e duhur nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe çfarë pritshmërish keni edhe tani që të mbështetet si duhet gjykata komerciale për te këtyre që i theksuat pra që duhet të ketë një objekt vetin dhe duhet ta ketë stafin? Ju e dini që edhe Këshilli Gjyqësor i ka limitet e veta sepse varet nga aprovimi i buxheteve të caktuara edhe prioriteteve që i kanë ata. Për ma tepër, mbështetja e Këshillit, ju thash, është kufizu edhe në faktin e paqartësisë lidhur që ka ekzistuar lidhur me gjykatën administrative, sepse ka qenë e natyrshme që të pritet se çka po ndodh me një gjykatë nëse një pjesë e madhe e landëve kësaj gjykate dhe kompetencat kalojnë në një gjykatë tjetër. Ngarkimi me staf edhe me gjyqtar në gjykatën komerciale tu e pas parasysh këtë situatë, ka mujtë me pru edhe Këshilli në një situatë kur me pas gjykata komerciale ma tepër se që duhet numër gjyqtarëve dhe të stafit. Prandaj kjo periudhë e paqartësisë ka ndikuar që edhe gjykata e Këshillit Gjyqësor mos ta mbështes në kapacitetin e plot, me arsye të plot për shkak situatës që thash. Përndryshe, a kam pas mbështetje, natyrisht ka pas Këshilli, sepse është krijesë edhe Këshillit, nuk është gjykata komerciale diçka e veçantë jashtë sistemit. Suksesi apo mos suksesi i gjykatës i faturohet edhe Këshillit Gjyqësor. Megjithatë, për shkak të limiteve, po them, a ka pas mbështetjen që kisha prit me pas, apo që do të dëshiroja me pas këtë gjykatë për me funksionu në mënyrën më të mirë të mundshme, natyrisht nuk e ka pas. Po them jo me fajin e Këshillit, për shkak limiteve edhe buxhetore, edhe procedurave ligjore që marrin për rekrutimin e stafit edhe të gjyqtarëve. Kryetar, folëm për shumë çka rreth funksionimit të gjykatës komerciale, folëm rreth ankesave të shumta që mund t'i kenë bizneset, pakënaqësi që mund t'i kenë bizneset, natyrisht në shumë raste, sidomos kur nuk dalin fitues. A është adresa e duhur gjykata komerciale për zgjidhjen e lëndëve të tyre dhe a duhet kemë bizneset besim të plot që trajtimi i lëndëve bëhet ashtu siç përcaktohet në ligj dhe në prioritetet e Këshillit Gjyqësor Kosovës? Unë jam i bindur që gjykata komerciale është adresa e duhur për bizneset, për shkak se tashmë gjyqtarët i kanë bërë 4-5 vite përvojë edhe janë profilizuar në trajtimin e çështjeve komerciale. Natyrisht ka me pas ankesa, mos pajtime, pengesa, po pole duhet ta kuptojnë diçka që gjykata vendos baz fakteve, të cilat i prezantohen. Gjykata nuk mund ta marr rolin e ndihmës së njerëz palë, për shkak se humb atë parimin e pavarësisë dhe panshmërisë, sepse në njëjtën kohë do ta shkelte drejtat e palëve tjera. Por duhet ta kuptojnë që argumentimi është obligimi i palëve dhe ata duhet të argumentojnë pretendimet e tyre. Gjykata nuk mund të dalë përtej asaj që ka në shkresat e lëndës.
Roli i gjykatës është pasiv dhe roli i gjykatës është ta zbatojë dispozitën konkrete ligjore mbi gjendjen faktike të vërtetuar. Nuk mund gjykata të dalë përtej asaj gjendje faktike, edhe pse gjendja reale mundet me qenë krejt diçka tjetër. Megjithatë, ajo që vërtetohet në procedurë, mbi atë bazë gjykata vendos edhe zbaton dispozitat ligjore. Shpesh palët shprehin mos pajtime edhe me dispozita ligjore. Palët duhet ta kuptojnë që dispozitat ligjore, rregullat, nuk i përcakton gjykata, por i përcakton parlamenti me rastin e hartimit të ligjit. Prandaj, ky fajsimi gjithmonë i gjyqtarëve për vendimet që merren, duke pas parasysh që çështja e argumentimit i takon palëve, çështja e rregullave i takon parlamentit, prandaj palët duhet parë në këndvështrim edhe punën e gjykatës edhe jo ta interpretojnë si çdo vendim i cili nuk ju konvenon atyre si pasojë e ndoshta gabimit apo vendimit jo duhur të gjyqtarit. Sepse mundën me qenë 100 faktor që vendimi mundet me qenë ndoshta sytë e palëve i padrejt, megjithatë besoj që jam i bindur që vendimet që dolin për kësaj gjykate janë vendime ligjore, ashtu siç e ka parapar ligji dhe bazë gjendjes faktike të vërtetuar nga vetë palët, sepse gjykata nuk mund ta vërtetojë gjendjen faktike, gjykata as nuk mund të ndryshojë rregullat pavarësisht bindjeve të veta që i ka gjyqtari. Dhe krejt në fund kryetar, tash kur do të themelohet gjykata administrative, një pjesë e rasteve që janë në gjykatën komerciale, do të kalojnë në jurisdiksion të kësaj gjykate. Si e shihni në këtë aspekt këtë lëvizje që do të ndodhë edhe si do të ndikojë në punën e gjykatës komerciale? A do të ketë rritje të performancës për shkak të lirimit nga një pjesë e lëndëve? Natyrisht shpresim rritje të performancës. Realisht performanca e gjyqtarëve ka me qenë po kjo që ka qenë. Po ka mu reduktu trendi i ardhjes së lëndëve edhe me kalimin e lëndëve administrative në gjykatën administrative, gjithë gjyqtarët e kësaj gjykate do të angazhohen në çështje ekonomike dhe do të bëhet rishpërndarje e lëndëve për shkak se numri i lëndëve për gjyqtarët do të jetë shumë më i vogël. Kjo natyrisht mundson trajtimin shumë më të shpejtë të lëndëve edhe eliminimin e çdo zvarritje që deri tash ka ekzistuar në gjykatë për shkak se numri shumë i madh i lëndëve ka pamundsuar trajtimin me kohë të lëndëve. Natyrisht performanca si përmbajtje ka me qenë e njëjta. Mirë po, në raport me palët, edhe në raport me standardet kohore për trajtimin e lëndëve, ka me ndryshu dukshëm vetë largimi i lëndëve administrative dhe rritja e numrit të gjyqtarëve në lëndët ekonomike, ka me dhënë këtë rezultat. E dim që parlamenti vendos edhe me themelu gjykata edhe me shu gjykata. Në këtë rast themelimi i kësaj gjykate administrative, sipas bindjes suaj, a është qëllim i duhur dhe a do të ndikoj pozitivisht? Realisht, kur u themelu gjykata komerciale janë bërë analiza të tella edhe nga faktorë ndërkombëtar, po edhe nga këta vendor, edhe nevoja për gjykatë komerciale është konsideruar domosdoshme për shkak të zvarritjes lëndëve apo mos realizimit të drejtave të bizneseve, respektivisht pengesës së bizneseve në realizimin e kërkesave të tyre. Prandaj jo rastësisht çështjet fiskale dhe administrative që i përkasin bizneseve kanë kaluar në gjykatën administrative. Pas një kohë ka lind ideja për themelimin e gjykatës administrative dhe largimin e këtyre lëndëve në gjykatën administrative. Realisht nuk e di që ka ndonjë raport apo ndonjë vlerësim profesional për nevojën e bartjes së këtyre lëndëve, mos funksionimin e tyre brenda në gjykatë komerciale apo efektet negative, qoftë ato pozitive apo negative. Edhe për mua personalisht ka qenë e habitshme që pa një vlerësim profesional, pa një raportim, pa kalu një kohë e caktuar për me tregu efektet e këtij ndryshimi në strukturën e gjyqësorit, është marrë vendim për themelien e gjykatës administrative dhe bartjen e këtyre lëndëve. Është çështje politikave qeveritare për mënyrën e strukturimit të gjyqësorit, që është kompetencë plotësisht e tyre. Megjithatë, në aspektin profesional, kam dilema që mund të
përkeqësohet situata e bizneseve me bartjen e lëndëve në gjykatën administrative, nga arsyeja thjesht sepse atje do të lëndë ekonomike do të trajtohen apo lëndë e bizneseve do të trajtohen së bashku me lëndë tjera të natyrës administrative, e shumica e tyre kanë lëndë e natyrave sociale, marrëdhënieve të punës, kanë prioritet në raport me lëndë tjera dhe po kam frikë që bizneseve do t'ju merr shumë më tepër kohë trajtimi i lëndëve në një gjykatë të re administrative, aq më tepër duke pas parasysh periudhën e konsolidimit e cila nuk është e lehtë, edhe merr kohë deri në plotësimin e asaj gjykate edhe punën e saj me kapacitet plot. Megjithatë mbetet shihet se cilat do të jenë efektet e partjes së lëndëve në gjykatën administrative. Zoti Tutuli, ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit edhe për juve, jeni të mirëseardhur. Shikues nderuar, kaq kishim kohë për këtë intervistë me kryetarin e gjykatës komerciale, zotin Mahir Tutuli, me cilin biseduam në lidhje me sfidat dhe rezultatet e kësaj gjykate. Gjithu që keni vërejtja për sugjerime, mos hesitoni të na shkruani në adresën tonë elektronike. Deri në emisionin e radhës nga unë Beti Musliu, mirëmbëjtje.